Ju më rejnë me një sërp në Tetov, 2023 edhe në Verës, ju më rejnë me një sërp, edhe se në TikTok e kom po pak reklam, se e kom një ndeshje me një sërp, edhe kretë shqiptarët erdhen pi e Shqipërisë, pi Kosovës, pi Malizzi, kretë erdhen, 6.000 veta erdhen ati, open air erdhen, jashtë, edhe o kanë të knatësi, më ka arë edhe një pak si nati me hup të shpi sërbit bashkë në Tetov, adin, edhe e fitova meqin. O kanë të knatësi shumë fort. Sta kishim falë nëse se kishim fitu, tama? S'kisha himo Tetov. A është fështirë me pas meqet të tila, ose sa fështirë është me qëndru profesionist, pra në aspektin e limitit të goditjeve, të regullave që i keni poshtë brezit e këto, nëse ndeshesh me një kundërshtar të tillë që ke një mlef nga brenda, qoftë për arsye si kjo me Serbin, apo arsye të tjera, pra... Po, me... A ke dalë nejherë prej regullave? Po. Njerë kom ra, 2 meqet i kom up. Një me Jack Dare dhe këto heke. Po? Atë me një Gjorgjianës, për Gjorgjijës e ishtaj, kom pas shumë muskulla edhe ju më kam pak si emocional, adin? Se? Se nuk ban të boksi më kanë emocional, duhet më kanë si profesional, adin, me respekt. Po, me kokë ftoft. Po, ftoft, po. Veç me pa kundërshtarin, me pa punën edhe shkon shpi. Punë është, punë e kam, adin. Edhe e kom ma pak si ma nga zemrëm se më ka sha. Kur ndodhi kjo sharja? Kja 2024. Edhe më ka sha, a një mreja prap, tash para 10 mujve, ju mreja prap me atë, e kom fitu, ndeshjen. Ama atëherë, me emocione më ka kapë shumë keq, dhe ishta me mitë.